tek projektet, shkaktoi një bujë të madhe. Po. Dikur familje, tash shoqe. Ma mirë si kunata, apo tash si shoqe? Me Tunën jemi ndër artistet e para në industrinë muzikore, edhe që njihem shumë ati, edhe kemi qenë shoqe përveç tjerave, edhe gjithmonë e kemi pas në plan me bo një bashkëpunim, një duet. Po që ma në fund i ardhë kismeti, edhe mendoj që kemi bo një super projekt, edhe kemi dhonë shumë që me dojnë gjithë shka perfekt. Kemi bo 5 ditë koreografi me Claudia Pepën, kemi incizu këngën 6 ditë në studio, po do me thonë jemi mundu shumë. Po ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, jemi knaqë shumë. Edhe ne si publik kemi vrej që jeni kujdes deri në detaj në fundi që nga veshja, të muzika, të klipi, gjithë qka ishte në perfekcion. Po, jemi mundu shumë, po që edhe si eksperiencë kemi shiju shumë, edhe jam shumë e lumëtën që u pëlqy si projekt, edhe Tuna me vokalin, me super vokalin e saj që ka zbukuru këngën edhe ma tepër. Veç raportin nuk ma tregove, ma mirë dikur apo ma i mirë tash? Po, gazetarët. Raporti ka qenë gjithmonë i mirë, na gjithmonë kemi pas raportin e mirë, edhe si artiste, edhe si shoqe. Do me thonë, nuk... Po, që koha kalon edhe raporti mundet me ndryshu, shkak që ndoshta asje nuk pika të njëjta të jetës. Po, koha kalon, po respekti mbetet gjithmonë i njëjtë. Edhe me Tunën e kemi një kemi shumë të fortë në muzikë edhe në art. Tash po du pak